rezultat të 60% në ato komuna ku kryetarët janë të partive opozitore, për mu vërtet është e pakuptimshme. Por çka shohën ato? Kryetarët kanë qenë shumë pasiv, kryetarët e komunave në këto zgjedhje përgjithshme. Nuk e kanë edhe për Parim Rama që mund t'i marrë vendin? Edhe për Parim Rama ka qenë pasiv. Edhe pse ndoshta për Parim Rama për momentin është kandidati më serioz që mund të bëjë ndryshime të mëdha në lidhjen demokratike të Kosovës, edhe jam I bindur që nesër ose pas nesër kuvendi I lidhjes demokratike jo që do ta shkarkoj, por Lumira Dixhiku do të jap dorëheqje të parevokueshme, edhe mendoj që edhe krejt struktura tjera, komplet kryesia e klanore, e cila është edhe në LDK, edhe në PDK, edhe në aleancë klanore, familjare, rretheve ngushta, fisnore, duhet sepse e kanë shndruar për fat keq aleancave që ka qenë ka herë parti regionale, tani është shndruar edhe Partia Demokratike, e cila dikur ishte shumë e shtrirë në krejt Kosovën, tani thuaj se është shndruar në parti regionale, LDK-ja parti në Prishtinë pak më dominante, por tani zgjedhjet e përgjithshme demantuan dhe doli se 60% e elektoratit e votuan Albin Kurtin, dhe me këtë ne jemi shumë të befasuar, sepse kemi analizuar listën e vetëvendosjes. 40 kandidat në listën e deputetëve janë vetëm me shkollë të mesme, zoti Bolla. Merreni me mend, tani në funksione ekzekutive do të kalojnë shumica e deputetëve profesionistë që kanë shkollë, dhe kuvendi do të mbetet në shkollar të mesëm, në tipin e Agim Bahtirit, e Ardiana Matoshit, e Dona Lalloshit. Merreni me mend ku do të vjen parlamenti I Kosovës, sepse do të tërheqen deputet në funksione ekzekutive, në qeveri, në borde, e kështu me radhë në sekretariatet të ministrive, dhe që edhe kuvendi I Kosovës do të jetë kuvend analfabetësh, siç edhe I ka quajtur vetë zoti Kurti, që 45% e elektoratit të tij janë analfabet funksional, dhe kjo po dëshmohet bindshëm se vërtet është ashtu. Mendoj po tek rasti I PDK-s, prisnim ndryshime apo teknokrati tani teknikë po I Petri Hamza, të paktën deri çdo bëhet nga Haga? Mendoj që në Partinë Demokratike nuk do të ketë lëvizje, ata kanë pak një rritje modeste, edhe pse unë njoh personalisht zotin Hamza, mendoj se është një prej kuadrave më të përgatitura ekzekutive, por politikisht lesh shumë për dëshiruar. Është një teknik I mirë, po jo lider dhe politikan. Është një teknik, por së shkurtër që pat nuk është lider, kjo dëshmua se vërtet nuk është lider, sepse gjuha të cilën e përdori edhe Hamza, edhe Lumiri, edhe Aleanca në këto zgjedhje nuk është gjuhë që e kundërshton Albin Kurtin. Albin Kurti vërtet kishte kësaj radhe një gjuhë të moderuar, kishte një gjuhë të butë, kishte një gjuhë krejt tjetër, por me që ai ndryshoi, atëherë opozita dosht tjetë shumë më e ashpër, të na prezentoj, të tregoj popullit dështimin, sepse ku të prek, ku ka dosht, e ka pas penalti, ndesh në diplomaci, ndesh në ekonomi, në artim, në shkencë, në shëndetësi, në asistencë sociale, nuk mbohet populli me 100 euro çdo fund vet. Pra profesori do thoni që kjo është direkt blerje votës, kjo është përndarje votës, sepse ju ka dhënë nënave, ju ka dhënë fëmijëve, ju ka dhënë pensionistëve, për ata 100 euroshi është shumë jashtëzakonisht e madhe, dhe kjo është blerje direkte e votës, për të cilën nuk kam dëgju direkt nga lideret partijak,
ose nga partitë të cilat synonin të fitonin këto zgjedhje që ta godosin atë pikë. Pastaj, asnjë protest për 5 vite, qeverisje të doptë, qeverisje katastrofale, qeverisje me qindra dështime, me kolaps energjetik, me kriza të shumta, me rritje të asistencës sociale, derisa në vitet e kaluara, vetëm 40.000 qytetarë përfitonin nga subvencionimi për energji elektrike. Në këtë vit përfitojnë 90.000 qytetarë. Ka arritur kufiri i varfërisë në 30% të qytetarëve tonë sot janë në kufirin e varfërisë, jetojnë me 2 euro në dite. Kjo mos të sulmohet, mos të atakohet nga partitë opozitore, mos të protestohet, mos dilet në rrugë, mos të demonstrohet. Kjo është e pakuptim. Në këtë formë, kur Albini nuk do t'jenë gjendje ta rrëzojnë. Edhe pse Albini është një dëm i madh për Kosovën, por ja që populli po e voton sepse populli është i tillë, asnjë popull nuk e kemi komplet intelektual, por e kemi shtresën e cila, sidomos diaspora, e cila për fat keq. Pra, e bëri diaspora gjithë këtë. Po, ndryshimin e ka bërë diaspora, sepse kur me votën kosovare, me votën e vendorëve, asnjëherë nuk do të kalonte mbi 35% në këto zgjedhje, edhe të gjitha sondazhet e mbrëmshme të VV-s kanë qenë që 30-35% e ka pasur rezultatin, por 15% e votës ka ardhur nga diaspora. E kësaj rritje, domethënë 50% e kanë arrit diaspora. Jo me votën që votohet në ambasada, por me votën që votohet direkt në kutit votimit në Kosovë. Dhe tani jemi ku jemi. Edhe diçka kanë tek ajo e protestës. Tani një problem tjetër, patjetër duhet ta them. Duhet ta them patjetër se ne këtu që jemi duke qëndruar në Kosovë, një farë lloj jo opozitarizmi, por pasiv në politikë, nuk kemi arritur ndoshta as anëtarët e familjes tonë ti çojmë në zgjedhje sepse janë shumë të dëshpëruar. Vetëm familja jam 60% s'ka votu, 40% ka votu. Çfarë njëjtë ka ndodhur, 60.000 qytetarë ditën e shtunën, të premten dhe të shtunën kanë votuar për Shqipëri. Edhe shumë qytetarë në të njëjtën ditë kanë votuar për Greqi. Kanë bërë turizëm mbi 100.000. Qytetarë e kanë shu vendin ditën e zgjedhjeve. Të gjithë ata janë votues të opozitës. Edhe kjo sigurisht alternativ, ndërkohë që këta hapën krahun edhe ikën, erdhi diaspora që votoi Kurti. Erdhi diaspora e votoi Kurtin dhe ja ku e kemi rezultatin. Edhe diaspora ka votu diaspora edhe opozitën, por përqindja 70% ka qenë në favor të Kurtit dhe ja e kemi një rezultat i cili vërtet po na dëshpëron edhe po na frikon se Kosova nuk pret një të ardhme pas vrejtjeve që i ka dhënë Kongresi Amerikan. Pas krejt vrejtjeve që i ka dhënë Bashkimi Evropian, paralajmërimi Bashkimit Evropian për heqje të sankcioneve, mendoj ka qenë fatal për edhe kjo del se atë edhe Serbia ka pas ndikim duke propagandu, duke folë të në kohën që mos e votoni Kurtin, për ndryshe interesi i Serbisë ka qenë me votu Kurtin. Por ata në të kundërtën flasin, serbët flasin në të kundërtën, nuk flasin atë që e duhet, por e flasin të kundërtën e asaj. Dhe me këtë edhe Serbia, edhe BE-ja kanë ndikuar